أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Pra ne do të merrem me këtë pjesë të parë të surës El-Bejina nëse na del koha inshallah taala. Suratu El-Bejina. Pra surja El-Bejina. El-Bejina e ka marrë këtë emër kjo surë sepse aty përmendet kjo fjalë El-Bejina. Çfarë do thotë El-Bejina? El-Bejina do thotë fakti, argumenti. Ka një hadith kur flet për gjykatën në Islam, thot el-bejinatu alel mudda'i. Ai i cili ngren një pretendim ose një akuzuesi duhet sjelli faktin, argumentin. E nëse nuk ka fakt dhe argument, i akuzuari thjesht betohet që se kam bërë, nuk kam dorë, kështu me radhë. Pra ai i cili ngren pa dinë duhet sjelli argumentin, duhet sjelli faktin. Allahu xhelle xhelalu e ka quajtur këtë sure me këtë term, le të themi, el-bejina. Sepse kjo sure faktikisht tregon se çfarë ndodh mbasi vjen fakti dhe argumenti me njerëzit. Allahu nuk e dënon askënd pa qenë i qartë, pa qenë i kthjellët. Sepse kemi të bëjmë një Zot i cili është i drejtë, i mëshirshëm, mëshirues, i dashur, i dhimbshur, e tjerë për atributeve të mrekullueshme që ka Zoti ynë. Nuk ndodh kurrë që Zoti ta dënojë njëri pa qenë ai i qartë se si është e vërteta dhe pastaj të pozicionohet. Për këtë arsye ka një hadith bukur që thot ma ahadun ahabbu ilayhi al-udhru min Allah lidhalika arsala ar-rusul mubashshirina wa mundhirin. Nuk ekziston dikush që ta doj arsyetimin dhe justifikimin siç e don Zoti për robët e tij. Për këtë arsye Allahu solli profetët që janë përgëzues edhe qortues. Pra Allahu e don justifikimin dhe justifikon. E disa njerëz kanë për të fituar xhenetin vetëm se s'kan ditë gjë, vetëm se kanë qenë paditur, vetëm se s'u ka ardhur argumente, vetëm se nuk u është faktuar e vërteta. Dhe ne këtu do të trajtojmë një tematikë shumë interesante që është kur quhet se i ka ardhur e vërteta dikujt. Allahu xhallahu solli faktin. Kush është fakti? Kurani. Kush është fakti? Çfarë është fakti? Kurani. Kush është fakti? Muhamedi alayhis salam dhe mrekullitë që Zoti i ka dhënë atij. Çfarë është fakti? Profecitë e mëhershme. Çfarë është fakti? Profecitë e tij. E kështu me radhë, siç do i shohim inshallah taala se është kuptimi i fjalës el-bejina. Pra suratu el-bejina e ka marrë këtë emër për këtë gjë. Pozicioni i kësaj sure në Kur'an, cili është pozicioni, është mas surës el-Qadr dhe para surës Zelzele. El-Qadr flet për Kur'anin dhe vjen el-Bejina, pra sikur po të thotë, nuk ka fakt
nuk ka argument më të qartë për jo muslimanin se sa Kur'ani. Nuk ka fakt më të thjesht, më të kuptueshëm, më të qartë. I vetmi kusht që ka Kur'ani është sinqeriteti dhe dëshira e lexuesit të tij. Nëse njeriu është i drejtë me veten e tij dhe i sinqert me Zotin e tij, se do me lexu Kur'anin për të gjetë vërtetën ose jo, Kur'ani ka për t'ia dhënë sinjalin qysh në surën e parë, qysh në faqen e parë të Al-Baqarës. Dhe pothuajse në çdo faqe Kur'ani ka për t'i dhënë vetëm argumenta. E kush i futet pastaj me niyetin se si të gjejnë Kur'an diçka, apo si ta përdori Kur'anin kundër muslimanëve, ka për të gjetë qysh në fillim gjona që thotë ja pra 1, 2, 3, 4, 5, e njëjta gjë. Se tha Zoti në Kur'an, إن الله لا يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله e njëjti fakt, e njëjta mrekulli, e njëjta gjë, besimtarët thonë na arriti besimin, gjetëm vërtetën. Në të njëjtën gjë, ata të tjerë thonë, po këtë pse e tha? Po kjo pse ka ardhur? Subhanallah. Suratu Al-Bayyina vjen tam mas surës Al-Qadr dhe vjen para surës Zelzele. Do më thonë, erdhi fakti, cili është fakti? Kur'ani. Ti tani përballë faktit, e pranove, shpëtove. S'ka tërmet dhe tronditje për ty, as në këtë botë, as kur jep shpirt, as në varr, as në botën tjetër. Erdhi fakti dhe e vërteta. Dhe ti e mohove, i bone bisht, i ktheve shpinën e tjerë, ti nuk do të jesh i qertë. Do të kesh tërmet në shpirt, nuk do të gjesh asnjëherë qetësi. As në këtë botë, pavarësisht mirësive, pavarësisht pasurisë, pavarësisht pushtetit që mund të kesh pafund e tjerë. Nuk ke përgjegjë qetësi shpirtërore, do të jetë shpirti në tronditje të vazhdueshme, në tërmet të vazhdueshëm. Do të jesh në momentin që do të jap shpirt të merr dhe tërmet ekstrem, në varr do të jesh në tërmet, varri jot nuk do të jetë i qetë, dhe ditën e Kiametit, si tha Zoti në Kur'an, taran nase sukara wa ma hum bisukara. Do të shohësh njerëzit si të shmendur, si të dehur, nuk janë të dehur, po kur shohin atë xhenem për cilin ne na reagohet duke fol gjithë jetën, e atë xhenet që dëshirojnë gjithë, dhe ka përmend Zoti dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, aty njeriu pastaj i ikën truni edhe bëhet si çmend, siç ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an. Ku ka zbrit suratu Al-Bayyina? Suratu Al-Bayyina në mendimin më të drejtë të dietarëve ka zbritur në Medinë. Dy argumente të forta ka për këtë mendim, se ka edhe një tjetër për shumë i dobët. Argumenti i parë, se flet këtu për hidhtarët e librit. Nuk është në traditën e sureve të Mekës të trajtohen hidhtarët e librit. Pse? Në Mekë ishte dobësi, në Mekë duhesh të treguosh që ne nuk jemi vetëm, ka pas dhe të tjerë si puna jonë, për këtë arsye hidhtarët e librit në surat e Mekës pothuajse nuk përmenden se ishte nevoja për pas shok në këtë rrugë të vështirë. Në momentin që erdhi puna në Medinë, u ndan gjërat. Në momentin që erdhi puna në Medinë, duhet dallohemi. Duhet të dallohemi, për këtë arsye kibla kur u ndryshu në Medinë, e shumë gjëra të tjera janë ndryshuar në Medinë, sepse duhet bërë dallimi, s'kishte më nevojë, kaloi nga faza e dobësisë në fazën e fuqisë dhe pushtetit. Kur ishin dobët, s'përmendeshin sepse jemi bashkë në kauza. Kur erdhi puna që s'kemi më nevojë, jo, ne kemi orientimin ton, kauzën ton, dhe s'kemi nevojë për të mbështetur sepse jemi në një pozicion tjetër. Argumenti i parë. Argumenti i dytë, kur flitet për surën Al-Bayyina, thot ka zbritur mbas surës Talak. Sura Talak, ku ka zbrit? Në Mekë. Cili është ajeti i fundit të surës Talak? Shife pak, ma e bëqi Kur'an, se ka i gjë shumë interesante. E ke aty, Paulo.
Ajeti i fundit i surës At-Talaq. Subhanallah. Po ta shofësh fundin e Talaq, çfarë do thotë shqip? Ndarje, divorci. Funi i surës, sepse emrat e sureve nuk do thotë që trajtojnë tematikën nga fillimi deri në fund. Emrat e sureve trajtojnë një pjesës të vogël të tematikës, pastaj merren me gjëra të tjera. Qartë? Po ta shofësh nga ajeti, se është me 12 ajete, po ta shofësh nga ajeti 10, 11 dhe 12, flet pikërisht për profetët kur vin tek popujt e tyre. وكي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله وحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا لله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Ka zbrit pastaj suratu kush? Cila? Suratu Al-Bayyina. Këtu flet për argumentet, për profetët, besuan dhe zbesuan, pastaj vjen suratu Al-Bayyina. Prandaj suratu Al-Bayyina është sure medinase. A ka ndonjë arsye se pse ka zbrit suratu Al-Bayyina? Nuk ka ndonjë transmetim të saktë që thot ka ndodhur filan gjë dhe zbriti surat Al-Bayyina, nuk ka ndonjë ngjarje speciale. A ka ndonjë vlerë surat Al-Bayyina, pra diçka më të veçantë, se gjithë Kurani ka vlerë, gjithë Kurani ka shpërblime të tjera, po diçka që është më e dalluar se të tjerët, siç themi ne për shembull, kush e kënon Fatihan, kush e kënon Kul huwallahun, kush e kënon Kul ya al-kafirun. A ka edhe Al-Bayyina një gjë të tillë? Nuk ka Al-Bayyina, por ka një histori shumë interesante që tregon që surat Al-Bayyina ka diçka, subhanallah. Transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu thot, një ditë i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ubay ibn Ka'bit. Ubay ibn Ka'b ka qenë djalosh i ri, po edhe lexonte shumë mirë Kur'an. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ubay ibn Ka'bit, më lexo gjoje surën Al-Bayyina. I tha Ubay ibn Ka'bi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si ta lexojmë ty surën Al-Bayyina, ndërkohë që ty të ka zbrit. Transmetimi tjetër thotë, më ka thënë Allahu, pejgamberi thotë Ubay, më ka thënë Zoti që të më lexosh ti surën Al-Bayyina. I tha Ubay ibn Ka'bi, tha pejgamberi Zotit, më ka përmend Allahu me emër, që thuaj Ubay ibn Ka'bi ta lexoj ty. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po, i tha, të ka përmend Allahu me emër. Të ta lexoj surën Al-Bayyina Ubay ibn Ka'b. Thot Anas ibn Malik, se majti mo vetën, thot Ubay ibn Ka'bi filloi të riqa më të madh. U knaq, subhanallah, edhe u gëzu, edhe u përmallu çfarë vlerësimi. Pa që është shumë interesante është se Zoti i pas ka thënë pejgamberit alayhis salam, thuaj Ubejit të ta lexoj ty surën Al-Bayyina. Do të thotë që suratu Al-Bayyina pas ka pozicion dhe pas ka vend veçantë që Zoti nuk i tha për shembull thuaj Ubejit të lexoj Kul huwallahu, që ne e dim kush është Kul huwallaha. Nuk i tha thuaj të lexoj Fatihan, që ne e dim se kush është El-Fatihaja, gjë që tregon që suratu Al-Bayyina ka ca gjëra mëna që ndahen gjërat. Në surën Al-Bayyina, duke qenë se është fakti, trajton faktin, duke qenë se trajton argumentin, ka rëndësi të veçantë. Në surën Al-Bayyina ka një lidhje shumë interesante të rrallë, jo si në gjitha surët e Kuranit, mes ajeteve me njëna tjetrën. Ka raste që në Kur'an shef një ajet në një tematik krejt tjetër dhe i vjen ajeti mrapa s'ka lidhje me ajetin. Ajo faktikisht ka nevojë për meditim, sa e ka lidhjen, po nga një herë duket sikur s'ka lidhje. Nga një herë duket
sikur s'ka lidhje. Ajet fushti, temë tjetër vjen ajeti duket në pamje të parë, sepse dietarët që komentojnë Kur'anin thonë, është e pamundur që mos gjesh lidhje mes ajeteve njëra tjetrën. Është e pamundur. Thjesht duhet të rish çik edhe të mendojsh, të kapësh atë momentin ku është lidhja. Në surën El-Bejine nuk ka vështirësi në këtë temë. El-Bejine, Rasulun min Allahi yatlu suhufan fiha qayyima, wa ma umiru illa liya'budu Allaha, innal ladhina kafaru min ahli kitab, innal ladhina amanu wa amilus salih. Ajeti i parë sqarohet nga ajeti i dytë, ajeti i dytë sqarohet nga ajeti i tretë, ajeti i tretë sqarohet nga ajeti i katërt, pastaj vjen ajeti i pestë. Përfundimi i 4 ajeteve të para, i 5 ajeteve të para, vjen ajeti i 6, përfundimi i 5 ajeteve të para. Ajeti i 6, ajeti i 7. Se i 6 tregon përfundimin e 5 ajeteve të para, i 7 tregon përfundimin e 5 ajeteve të para. Pra ky flet për mohuesit e 5 ajeteve të para, të fakteve, të argumentave, kurse ky flet për pohuesit dhe pranuesit e 5 ajeteve të para, ato që ne i dëgjojmë sot nga Hafizi. Kështu që lidhja është shumë interesante në ajetet e surës El-Bejine, gjë që e gjen rrallë. Ka edhe sura tjera që kanë lidhje, po si sura El-Bejine është shumë interesante. Sura El-Bejine i kushton rëndësi një gjë shumë të rëndësishme, që ne në Islam faktikisht e kemi shtylla, ose boshti i çdo gjëje, që është sinqeriteti. O ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Gjithë profetët, gjithë librat e shenjtë kanë ardhur që njerëzit orientohen në adhurimin e një Zotit vetëm, Allahut, me sinqeritet. Kjo nuk ka ndryshuar nga pejgamber, nga libri në libër. Zoti është një i vetëm dhe ky Zot duhet adhuruar me sinqeritet, pastaj sipas çdo profeti, kur profeti ka qenë në fuqi, në rastin tonë, sipas metodikës dhe formës që ai e ka adhuruar Allahun, pejgamberin alayhi salatu wassalam. Gjë tjetër interesante që kanë surën El-Bejine është se Zoti tregon se pejgamberët kanë ardhur me një fe dhe me një besim. Po ta shohim surën El-Bejine, thot sinqeritet, distancim nga idhujtaria, namaz, zekat, për të gjithë. Po edhe ne kështu e kemi faktikisht në fen tonë. Sinqeritet, largohu nga idhujtaria, fal namazin, zekat. Dhalike dinul qayyime. Kjo është feja e zgjedhur, e vlerësuar te Allahu. Sinqeritet, larg shirkut, namaz, zekat, pra të gjithë pejgamberët kanë ardhur me një linjë. Thjesht profetët kanë shfuqizuar njëri tjetrin. Nuk ka fe, nuk ka besime. Feja është një, besimi është një, sepse Zoti është një. Po pejgamberët, misionar, ambasador, i ka kalu kohë aktiv, vjen ambasadori tjetër, i ka kalu kohë aktiv, vjen ambasadori tjetër. Ndërkohë që pushteti, ai është i njëjti. Për këtë arsye nuk ka pas ndonjë dallim të madh në legjislacionin që ka sjellë Zoti. Ti mos mendo se mund të ketë ndonjë pejgamber që e ka lejuar alkoolin. Kurr. Apo adulterin, apo vrasjen. Siç ndalohet edhe ke pejgamber, nuk ka ndodhur kurrë që ndonjë pejgamber të ka thonë të ketë tonë dëmto komshiun. S'ka ndodhur, nuk mund të ndodhi kurrë. Thjesht fuqizim, ndërkohë që është e njëjta gjë. Për këtë arsye ne themi që nuk mund të ketë miksim, nuk mund të ketë unifikim. Gjithë secili ka të vetën, gjithë secili jeton me të vetën, lëkum din nuk më le din, nuk mund të ketë përzierje. Mund të ketë unifikim për kauza. Absolutisht që po. Po që të ketë unifikim të normave të besimit, apo të adhur, jo mërë këtë se don askush dhe nuk e thot askush, vetëm se mendjeletët, ose ata të cilët dëshirojnë të implementojnë në botë një sistem të ri dhe një rend të ri ku feja është çfarë mozaik zbukurues. S'ka gjë, të gjitha njëjtin mision kanë. Të gjitha
besoj në Zot, jo më zotni. Ja. Suratu Al-Bayyina, subhanallah, sikur me qenë një sure që na duhet për vitin 2025 e mrapa, si më thënë. Nuk të lënë suratu Al-Bayyina me bo. Nuk të lënë, suratu Al-Bayyina thotë, s'ka. A erdhi e vërteta? Masi erdhi e vërteta, a erdhi fakti, erdhi argumenti. Ç'mund thush për një gjykatës, cili t'i vjen fakti dhe argumenti, dhe nuk gjykon me drejt? Ç'mund thush për të? Dhe çdo njeriu që i vjen e vërtet është si puna e gjykatësit. Ka shumë gjykatës që nuk gjykojnë me drejtë dhe me të vërtetën. Pse? Për interesat e tyre. A më i ka ardhur, ai është shumë i qartë për atë që po bën. Është i vetëdijshëm. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjykatësit ke Zoti janë 3. Ata që e dinë të vërtetën dhe gjykojnë me të, ata që se dinë të vërtetën po gjykojnë, dhe ata të cilët e dinë vërtetën po gjykojnë me të kundërtën. Tha, një është në xhenet, dy janë në xhenem. Ai që gjykon me të drejtën dhe të vërtetën, duke e di dhe gjykon, ai është në xhenet. Ai që se di po gjykon është në xhenem, ai që e di po gjykon me të kundërtën e saj është në xhenem. Zoti na ruaj, e Zoti na udhëzoft. Suratu Al-Bayyina ka dhe gjë shumë interesante që është kundërshtia dhe përçarja nuk vjen vetëm se masi plotësohet gjëja. Dhe kjo ka ndodhur edhe në Islam faktikisht. Tha Zoti: "Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina." Nuk u përçan vetëm se mbasi u plotësu. Kur plotësohet feja, kur është profeti i gjallë, vdiq profeti do thotë se u plotësu. Masi ikjes profetit fillojnë divergjencat, që në fillim kanë ngjyra normaliteti, për shkak se dhe vetë feja lën hapësirën e amortizimit, hapësirën e kësaj elasticitetit, për shtatshmërisë dhe për pushtshmërisë etj. Për çfarë ndodh më vonë? Vjen dikush që këto hapësira që janë normale i mshon aq fort sa që përjashton të tjerët dhe vetëm unë dhe s'ka të tjerë përveç meje, vetëm ne jemi të shpëtuar dhe gjithë janë të humbur, gjithë janë xhenem përveç meje etj. Dhe fillon pastaj ecën situata dhe kalon deri në ekstrem. Zoti na ruaj. Suratu Al-Bayyina na tregon gjithashtu se argumenti dhe fakti është në të njëjtën kohë mirësi, bekim edhe sprovë e madhe dhe fatkeqësi. Mirësi dhe bekim për ata që ecin në bazë të faktit dhe argumentit, e pranojnë, ecin me të dhe kthehet në mallkim dhe në fatkeqësi për ata që përballen me të vërtetën dhe pastaj e mohojnë apo i kthejnë shpinën. Kështu që e njëjta gjë njëkohësisht mund të jetë për dikë bekim dhe për dikë mallkim. Si puna ati shiut që vjen dhe kap një zonë që ka qenë thatësirë dhe një zonë që ka pasra shi edhe më përpara. Për këtë pjesën kur pasra shi më përpara kthehet në shkatrim dhe përmyset gjithçka, për këtë zonë kur nuk ka pasra shi më përpara është bekim. Kështu është edhe puna e të vërtetës. Për dikë që e pranon dhe ecën me të është bekim, si në këtë botë edhe në botën tjetër, dhe për dikë tjetër që zgjedh jo të vërtetën, i kthehet mohimi dhe refuzimi të vërtetës në mallkim. Zoti na ruaj. E fundit fare nuk duhet harrojmë asnjëherë se nëse jemi këtu ku jemi sot, faktikisht këtë e kemi prej Allahut xhella xhelaluhu, se vallahi billahi pasha Zotin ka më të zgjuar se sa ne, më të bukur se sa ne, më të pushtetshëm se sa ne, më të pasur se sa ne. Po Allahu na e ka çel neve, na e ka dhënë neve dhe kjo është një mirësi dhe një bekim që ne domethënë duhet të jemi shumë falëndërues ndaj Allahut xhella xhelaluhu. Mirë, vëllezër, atëherë fillojmë me surën El-Bayyina. I Madhi Zot në ajetin e parë të surës El-Bayyina thotë:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة mohuesit prej idhujtarëve, paganëve ose idhtarëve të librit nuk do të hiqnin dorë nga besimi i tyre derisa t'ju vinte fakti dhe argumenti i qartë. Njeriu e ka shumë të vështirë që me logjikë dhe me arsye të arrijë vërtetën absolute ose të vërtetën të detajizuar. Mund shkojë njeriu me logjikë dhe me arsye, siç ka pas për shembull kohën e pejgamberit alayhis salam, individ që nuk pranojshin të adhuroheshin idhuj. Ndërta kush ka qenë? Ebu Bekri. Ebu Bekri përpara Islamit nuk ka pas shku tek idhujt. Pejgamberi sa sem, edhe përpara se më bë pejgamber, nuk ka ndodhur ndonjëherë që t'i afrohej idhujve. Një herë që kanë dashur ta marrin në një festival pagan, e ka zonë gjumi, nuk ka shku. Pra, Allahu xhel xhelalu disa njerëz u zonë. Mirë, po detajet nuk mund t'i gjej njeriu, detajet e çdo gjë. Njeriu mund shkoj me arsye që Zoti është një i vetëm, mund të shkoj deri aty. Mund shkoj me arsye që alkooli është i keq, pa pas dituri për fen. Mund shkoj me arsye që bixhozi është i keq, pa pas diturinë për fen. Mund shkoj me arsye që agjërimi i bën mirë njeriu, pa pas dituri për fen. Mund shkoj me arsye, për shembull, që adulteria është e keqe, edhe pse s'ka dituri. Mirë, po detajet nuk mund t'i gjej dot me arsye. Për shembull, që të jetë një nikah i vlefshëm, duhen edhe 2 dëshmitar. Për shembull, e themi. Ose një detaj ku e diun që në abdes duhet me la edhe veshët, për shembull. Ose patjetër duhet mu la para faljes. Pra nuk mund të shkoj njeriu në detajet e të vërtetës me arsye të thjeshtë. Por arsyeja mund ta orientojë njeriu tek disa pika përgjithshme. Mirë, po Allahu xhel xhelal nuk e ka lënë njeriu me kështu, po ja ka sqaruar njeriu çdo gjë. Pra, ka sjell një fe dhe një besim që i përshtatet natyrshmërisë njerëzore, është e përthithshme dhe absorbueshme nga natyra e njeriu, dhe ja ka sqaruar gjërat me detaje. Për këtë arsye tha, çudi me profetin tuaj, i thot një hebre i Medines, Omer ibn Khattabit. Thot çudi me profetin tuaj, thot. S'ka lënë gjë, thot, pa ju sqaruar, edhe si të hyni në banjë dhe si të dilni prej banjës. I thot Omer ibn Khattabit, jo thot vetëm kaq. Ora çdo gjë që ekziston në këtë botë, ai na e ka lënë sinjalin. E ka marrë mend kush e ka marrë mend dhe e ka harru kush e ka harru. Po që është sqaruar çdo gjë, është sqaruar çdo gjë. Qoftë në Kur'an, qoftë në hadith, qoftë në ligjëratën që ka marrë pejgamberi sa sem një ditë nga namazi sabahut deri në namaz drekës, nga namazi drekës deri në namaz të ikindis, nga namazi ikindis deri në namaz të akşamit, nga namazi akşamit deri në namaz të yatsis, tha i sahabiu, majti mend kush majti mend dhe harroi kush harroi. Po pejgamberi sa sem e ka sqaruar çdo gjë, thot nga fillimi i krijimit, thot sahabiu, nga fillimi i krijimit deri në ditën e Kiametit. Për këtë arsye themi ne në gjuhën e argumentimit në Islam që nëse sahabiu flet për një çështje gajbi, i merret për bazë, përveç se nëse ka pas lexuar në librat e mëhershëm, nuk i merret për bazë. Përndryshe një sahabi tjetër i zakonshëm flet për çështje gajb, për çështje që kanë bërë pra me botën metafizike apo të kaluar apo të ardhmen, i merret për argument, sepse është e pamundur që me logjikë njerëzore njeriu do të thonë shkoj tek sidomos rasti sahabëve që patjetër para kanë dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Atëherë jemi tek ajeti i parë i surës El-Bejine. Allahu xhel xhelalu sikur arsyeton idhujtarët, pasuesit e feve dhe besimit të tjera, në atë që janë pa ardhur argumente dhe fakti. Pse? Sepse njeriu kur rritet, edukohet, jeton me diçka, e ka shumë të vështirë të shkëputet
pa i ardhur atij një fakt dhe pa i ardhur atij një argument, po ky argument do të jetë bejine, do të jetë shumë i qartë, shumë i pastër dhe shumë i kthjellët. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an: "O ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmi." Profetët i kemi çuar në gjuhën e popujve të tyre. "O ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Nuk e dënojmë askënd pa i ardhur atij argumenti i qartë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Wallahi la yasma'u bi yahudiyun wala nas." Pasha Allahun nuk dëgjon për mua. Pra dëgjon me çfarë kuptimi dëgjon? Me kuptimin dëgjon, sqarohet, qartësohet. Jo thjesht me dëgju që është një profet Muhamedi. Ky nuk është argument dhe ne do ta trajtojmë tek ajo që quhet kur quhet se një personi i ka ardhur argumenti. Kur quhet se një personi i ka ardhur argumenti, ta shohim inshallah taala. Lem yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakin. Çka ka interesante këto thon dietarët e Islamit. Kur ka fol për hidhtarët e librit, nuk ka thënë hebrejt dhe të krishterët. Për çfarë ka thënë? Gjuha e Kuranit në përgjithësi për hebrejt dhe të krishterët, cila është gjuha e Kuranit, cila është ehlul kitab. Hidhtarët, pasuesit, ndjekësit e librit. Mirë pa ato bindesh qysh në tauhid. Qysh në deformim, mirë po jo, Zoti i Madh i trajton me respekt. I trajton me respekt. Sepse nuk tha ignorantët, nuk tha xhahilat, nuk tha paditurit, i hidhtarët e librit. Pra jep një sinjal për ne që ne duhet jemi respektues. Dhe duhet jemi të vlerësues. Dhe se nuk mund të jenë njësoj tek ne paganët dhe hidhtarët e librit. Nuk mund të jenë njësoj tek ne ateistët dhe hidhtarët e librit. Nuk mund të jenë njësoj tek ne agnostikët dhe hidhtarët e librit. Nuk mund të jenë njësoj. Jo, më këta kanë një status shumë të veçantë në krahasim me këta të tjerët. Dhe Kurani normalisht e shpalos vazhdimisht këtë gjë dhe e thot vazhdimisht këtë gjë. Çfarë ka interesante në këtë temë? Derisa t'ju vi argumenti i qartë. Argumenti i qartë quhet ai argument i cili është i kuptueshëm, fehmul hujja, i kuptueshëm. I thënë mirë, ashtu siç duhet. Për këtë arsye thoshte një prej dietarëve të Islamit, thotë nuk quhet se ke sjell argument, nuk quhet se e ka sjell argumentin ai që nuk është i aftë për ta thënë atë. Limen la yuhsinu ada'ahu. A do të japsh argument dikujt? Do dish të flasësh, si të arsyetosh, si ta bindësh. Pra nuk mjafton që ti të dëgjoj Zoti e ka prur profetin alayhi salatu wasalam, Kurani është fjalë e Zotit, beso ose për në xhenem. S'lidhet gjëja kështu, nuk lidhet gjëja kështu. Argumenti duhet të jetë, i kuptueshëm, dhe argumenti duhet të jetë argument i qartë, i kthjellët dhe mos të lejë dyshime dhe, si më thon, pikë pyetje dhe pikë çuditëse tek dëgjuesi. Pra ky njeriu që dëgjon fjalën tate, kthjellohet që kështu është. Sepse që ka thonë edhe kështu, tjerë, është i kthjellët. Këtu pastaj lind ajo që Zoti tha, këta dhe këta. Masi vjen, masi sqarohet dhe masi qartësohet. Kjo vlen për të tjerët, po kjo vlen edhe brenda nesh. Men thabata islamuhu bil yaqin la yakhruju anhu bi shak. Ai që është musliman, ai për atë që është vërtetuar Islami i tij me siguri, nuk mund ta nxjerrësh nga Islami pse dyshon. Pa njëta gjë vlen edhe për jo besimtarët. Për atë që është vërtetuar mosbesimi i tij me siguri, nuk mund ta fusësh në besim me dyshim. Ka shumë njerëz që thonë X-i ose Y-ni nga figurat e mëdha të njohura ku gjërat e tjera. Është qafir. Jo, Allah se ndoshta ka thonë shahadet para se me vdek. Shumë duhet më ka thonë apo sa ka thonë para vdekjes. Jo, mos thuaj që është në xhenem se ku e di Allah ndoshta ka thonë shahadetin se ke pa duhur të si ka vdek sikur me qenë namaz. Të falt Allahu, të falt. Alhamdulillah.
E petha filanin kur vdiq, tha gishtin e kishte kështu. Kishte thonë shahadetin para se me vdek. Ta i ka falë Zoti, elhamdulillah. Kur quhet, ose cilat janë ato kriteret kur si me thonë, kur e kemi la borxhin ndaj një person, kur ai është faktuar, kur ai e ka marrë argumente. Kanë thonë, nëse plotësohen kriteret e mëposhtme, dëgjoje. 1. Dija për atë që po flitet. Ky që flet me kompetencë edhe me dije. 1. 2. Ti arri, pa duhet të jetë në gjuhën e folësit e tjerë. Qartësia, thjellësia. Ka ca njerëz kur duhet me ta seru diçka, vetëm se ta bëjnë gogol më shumë, edhe ta nyezojnë më shumë situatën. E fillon këtu, e mbaron atje, del atje, kthehet prap këtu, edhe ai shkreti që është gjusi, do mu kap diku më orientu, gjallë në botë se e lën më orientu. E treta, ai duhet ta kuptoj, pra e tham pak më herët. E katërta, es-selamatu min al-mu'arada. Domethënë, mos ketë kundërshti tek dëgjuesi. Pra dëgjuesi sqarohet komplet. Nuk ka më çfarë të thotë. Sqarohet. Kanë thonë edhe 2 gjona, por nuk janë kusht. Janë të pëlqyera dhe të kërkuara. 1. Ti jesh sinqert kur i fol dikujt. Çfarë ndodh nga një herë në debate në këto gjona? Bëhet debati vetëm për treguar se kush është me të vërtetën. Jo, qëllimi i debatit është të paraqesim vërtetën, jo të fitojmë. Edhe me në nesh, po edhe jashtë nesh, sinqeriteti. 2. Duaja. Lutu Zotit ta udhëzoj tjetrin, me cilin do të takohesh, me cilin do të flasësh. Lutu Allahu xhalesha që Zoti t'ia çeli zemrën, shpirtin. Se nuk jeti ai që i udhëzon njerëzit. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tjetër, ka në ajetin e parë një gjë shumë të rëndësishme, vëllezër, që është tradita dhe kultura në një fe, në një besim, në një gjë është e vështirë për të shkullur, po nuk pati përballë dritën e argumentit. E kupton ti, domethënë Islami, elhamdulillah, feja islame, nga 90-ta e këtej, për shkak që ka filluar etj. Akoma i thot pula e zezë, vëlla. Viti 2025. T'ja thy gishtin, thot po si e bo sunet. Kupton ti ç'e bota apo? Viti 2025, vëllain. Besytni ekstreme për Zotin janë qesharak, dikush thot, po pse i bë ato pyetje, vëlla, s'ka pyetje të tjera. O vëlla, janë besytni, vëlla. O do të sqarojmë që t'ju themi nuk është ky Islami, o do themi mos na ngjajnë tjerë që mena muslimanëve bën kështu pyetjesh. Mirë, pa të lejmë njerëzit të vdesin me kokën e pulës zezë. Shkojnë na herët me gjelin e zi mrapa. Po do të sqaroj gjonat. Çfarë tregon ajeti? Ajeti tregon thot lem yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin munfakin. Nuk do të shkëputeshin dot kurrë, pra nuk mund të arrijë dot njeriu, do thoshte o vllajim, po si më vllai ai për shembull thot hedh oriz kur martohet dikush që ti eci marr, se kap logjika, po se kap logjika jote se ke lexuar Kur'an, ke lexuar Sunet, të shçel syni etj. Ai atë ka po suboja bëhet nom, o vllajim, sikur është bë kiameti më. Si tha, ishim i ditë tha me i varrim, pasha Zotin, ngjarje e vërtet. Ishim i ditë tha me varrim. Edhe të shku në varrim ta, i nga dan X ose X-ja, Y-ja. Edhe çfarë ke i thonë këto, ishe po si e çmen me, ha? Të çfarë ke, më ka hum pula. Xhenoze ishte, nuk u fuqin xhenazën dhe, se i kishe ikë sa i shkretës pula, e ajo në përvarrezat e kombinatet të kërku pulën, e pula vrap e kjo vrap. Vallai bila ngjarje e vërtet, për Zotin e madh. Do të thoshte po mirë valla këta njerëz kanë men apo s'kan men. Mesele tjetër. Kurani çfarë thot?
lem yakun alladhina kafaru min ahli alkitab munfakin hatta ta'tiyahum albayina. Nuk shkëputën pa i ardhur drita dhe argumenti i qartë. Këtu na lind neve i detyrë, cila është detyra? Që ne do ta përçojmë argumentin dhe dritën e Zotit, ku na jepet mundësia. Pa u bërë të bezdisshëm, pa u bërë, domethënë monoton, në formën më të mirë, në mënyrën më të mirë, kur jepet rasti, kur jepet mundësia, gjithsecili në fushën e vet. Është e vërtetë që ne të gjithë nuk mund të jemi hoxhallar, është e vërtetë që ne të gjithë nuk mund të jemi, le të themi, ftues në Islam në kuptimin e profesionit, po gjithsecili prej nesh me i llafë të mirë, me i moment caktuar, me i ndihmë, me i buzëqeshje, me i sjellje, me i ftesë, jo, unë ke parasysh, atë çfarë të ftojnë ty se paske shumë paqartësi mbi Islamin. Hajde herë falu ke xhamia, ngjo çfarë bëhet ke xhamia. Me këtë llafë ti mund bësh se bëj për udhëzimin e dikujt. Me dikujt që i thu nesër është nata e kadet apo agjeron. Dhe ai shijon për herë të parë agjerimin dhe ndjen diçka që ka ndjer asnjëherë në jetën e vet dhe vitin tjetër i futet gjithë Amazonit e kështu me radhë. Pra ne kemi një amanet dhe kemi një përgjegjësi gjithsecili sipas asaj që i ka fal i Madhi Zot për mundësive. Sepse njerëzit nuk shkëputën, po nuk u erdhi një argument, po nuk u erdhi një fakt, po nuk i foli dikush. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja ndriçoft Allahu zemrën atij që përçon prej meje, qoftë edhe një ajet kuranor, qoftë edhe një fjalën time e çon tek njerëzit. Pse? Sepse tha, ndoshta dikujt që i shkon fjala ime, e kupton më mirë se sa vetë transmetuesi. Allah ka një shumë zgjuar, ka një që me një hadith ai domethënë me kuptimin kupton e ecën përpara dhe mund bëhet shembull i mirë për Islamin, për muslimanët dhe për të tjerët, me një ajet, me një hadith. Pra neve na lind kjo detyrë, që është detyra e kujt? Detyra e pejgamberëve të Zotit. A kupton ti si besimtar i thjesht, në një moment caktuar mund të bësh rolin e profetit për dikë. Po vallai, për Zotin. I sqaron të vërtetën, i thot vërtetën, ja heq ato gabimet dhe keq kuptimet që ka i rreth fesë, rreth besimit e tjetër. Pra ti je një mëkëmbës i pejgamberit alayhis salam, prandaj kujdes. Dhe mos harro të këshillën që të kam thënë dhe e përsëris. Në një moment të caktuar, gjithsecili prej nesh mund të jetë për dikë rasti i parë, i fundit dhe i vetëm i njohjes me Islamin. Ne me të vërtet jemi në një mirësi të madhe, në një bekim shumë të madh, jemi elhamdulillah, jemi shumë mirë, po edhe kemi një taks të madhe, kemi një përgjegjësi të madhe. Kujdes. Se për dikë mund të jesh i pari dhe i fundit rast. O do ta thotë shahadetin ose bëhesh ti se bëb që ai mos thotë shahadetin. Prandaj kujdes. Do të më qenë shumë kujdesshëm dhe duhet më e pas niyetin e mirë, dëshirën për të bërë sebeb për njerëzit që të udhëzohen. Lem yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum albayina. Pastaj vjen sqarimi. Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara. I dërguar nga Allahu, i cili ju lexon njerëzve fletat ose fletushkat e pastërta. Po kur ka vdek profeti alayhis salam, kush i lexon fletushkat e pastërta? Ne. Fletushkat e pastërta kush është? Kurani famullar. Wa innahu lakitabun wa innahu lafi wa innahu la yamassuhu al-mutahharun. Ja ajeti tjetër, fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Në librin e ruajtur, të mbrojtur, që nuk e prekin vetëm se njerëzit e pastër. Pra ne jemi, si tha, Rasulun min Allah, të dërguarit e Allahut, ju lexojnë fletat ose shpalljet e pastërta, e dëlira. Ju lexojnë. E ka thonë dikush dhe këta thjesht përsërisin. Kështu që nga një herë, për të sqaruar Islamin nuk ka nevojë me qenë filozof.
doktor shkencash. Nga njerë ti mund bësh udhëzues për njëri që të pranojë Islamin duke i dhënë vetëm Kur'an. E di se është puna Allah, unë nuk di me të rregullu fort e me të sqaruar fort mirë, po merr lexoj këtë Kur'an. Gjitha pyetjet që ti mund të kesh në kokë për Islamin i qenë përgjigjet këtu. Se unë ndoshta nuk di të përgjigjem për çfarë ti do më pyet. Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima. Në këto fletushka që kanë ardhur prej Zotit, pra që është Kur'ani, ka tematika të rëndësishme në një vlerë shumë të madhe. Tematikat që trajton Kur'ani përfshin gjithë jetën e njeriu. Aty flitet për besimin, aty flitet për jetën, aty flitet për arsyen dhe logjikën, aty flitet për pasurinë, aty flitet për dinjitetin, aty flitet për gjithçka. Sidomos kur bëhet fjala për Kur'anin, sidomos kur bëhet fjala për Islamin, që thot çdo gjë është prek. Çdo gjë që ka të bëjë me jetën, me njeriu, me botën, me këtë botë, me botën tjetër është prekur, është sqaruar. Për këtë arsye ne kemi, elhamdulillah, shqyrë Zot, kemi një favor se kanë tjerët. Ne për çdo gjë që ndodh kemi verdiktin ton. Për çdo gjë, në lindje kemi verdiktin ton, në vdekje kemi verdiktin ton, në fejes kemi verdiktin ton, martesë kemi verdiktin ton, tregti kemi verdiktin ton, qeradhënie kemi verdiktin ton, në çështën e kamatës kemi verdiktin ton. Në çdo gjë, në marrëdhënie me kafshët kemi verdiktin ton, me komshiut kemi verdiktin, për çdo gjë ne kemi verdiktin ton, kemi tonën. Është sqaruar çdo gjë dhe është thënë çdo gjë. Diku në vijat përgjithshme, siç ndodh në Kur'an, ose e detajuar siç ndodh në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po mjaftohemi me këtë inshallah, tani ka shkoha e kametit. So po shifsha minutat atje. Ta sa është koha e ezanit. Mirë, inshallah mjaftohemi me kaq. Isha i bindur se është koha e ezanit, kërkoj hallallikun. Do të vazhdojmë inshallah taala me surën në vazhdim me shpresën e Zotit, nëse Zoti na e pijet.